Pas shumë orësh bisedimesh, marrëveshja e propozuar nga Brukseli për veriun e Kosovës është njohur nga Kosova, por ende jo nga Serbia. Edhe sot, pala kosovare është pajtuar me propozimet e baroneshës Ashton për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Propozimi i baroneshës Ashton ka qenë i qartë, ka qenë preciz dhe ne kemi pranuar në tërësi pa ndryshime, sikur që ka ndodhur në 3 herët e kaluar dhe sot Serbia ka refuzuar. Unë në emër të qeverisë e Kosovës, institucionit të Kosovës, do t'i drejtohem me një letër pranuese zyrtare për marrëveshje edhe baroneshës Ashton edhe 27 vendeve të Bashkimit Evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Da kažem u ime delegacije Srbije da su predlozi koje ona danas Mund t'ju them se marrëveshja që na është propozuar këtë radhë është më e mirë se sa ajo e raundit të shkuar. Veçoj këtu pikën për rendin dhe sigurinë në veriun e Kosovës, por ne kemi mbetur tek pika e 14 e marrëveshjes, e cila flet për pjesëmarrjet e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kjo në gjuhën serbe do të thotë që ne të njohim Kosovën. Catherine Ashton i le kopalës serbe edhe disa ditë përpara se ajo të raportojë para ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian mbi dialogun Prishtinë-Beograd. Can say with real confidence that the differences are narrow. Mund të them me besim se dallimet tashmë janë të ngushta dhe jo të thella. Ne përgatitemi për takimin e ministrave të jashtëm në 22 prill, ku do të prezantoj raportin tim. Na mbeten disa orë, shpresoj që 2 delegacionet do të reflektojnë nëse do të ngjisin hapat e fundit për përfundimin e marrëveshjes dhe të çojnë qytetarët e tyre drejt së ardhmes. Marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë është një hap i detyrueshëm për të lejuar avancimin e mëtejshëm të dyja vendeve drejt integrimit të tyre evropian.